Në çdo lojë, qoftë në jetë, qoftë në një reality show, nuk mjafton vetëm guximi. Aftësia për të përqendruar mendjen, shkathësia dhe vendosmëria shpesh bëjnë diferencën mes atij që fiton dhe atij që humb. Alba, në sfidën më të fundit, tregoi një kombinim të rrallë të këtyre tipareve. Loja e kësaj here kishte një formë të pazakontë. Një enë e madhe ishte mbushur me karkaleca të vegjël, objektet nuk ishin të rrezikshme, por kërkonin durim dhe shkathësi për t'u lëvizur nga një vend në tjetrin. Sfida nuk ishte thjesht fizike, ajo kërkonte përqendrim, kontroll të qetë mbi veprimet dhe një taktizim të kujdesshëm. Çdo gabim mund të ndalonte përparimin dhe çdo sekondë e humbur llogaritej si humbje. Alba i ofrua enës me një qetësi të dukshme. Shumë pjesëmarrës e nënvlerësuan nga pamja, të tjerët po e nxitnin panikun, duke u përpjekur të nxirrnin karkalecat me duar të dridhura dhe pa fokus. Por Alba e dinte sekretin, suksesi nuk ishte forcë, por teknikë. Ajo përdori një mjet të pazakontë, vetëm gojen. Nuk ishte zgjedhje e rastësishme, ajo e kishte praktikuar brenda mendjes secilin lëvizje, secilin hark, secilin taktizë që do ta çonte karkalecin në enën tjetër. Qetësia e saj ishte e habitshme. Çdo karkalec që përplasej në anë të enës, ajo e kapte me kujdes dhe e vendoste në vendin e duhur. Shpejtësia e saj dukej e natyrshme, por kishte orë praktik mendore dhe taktike pas saj. Shikuesit mbetën të habitur. Ndërsa shumë konkurrent humbnin durimin dhe rrëshisnin në panik, Alba qëndronte e fokusuar, duke lëvizur çdo karkalec në mënyrë të qëllimshme dhe të shpejtë. Nuk kishte asgjë të mbetur rastësisht, çdo veprim ishte pjesë e një strategjie të qartë. Ajo tregoi se durimi dhe qetësia shpesh mund të tejkalojnë fuqinë fizike ose panikun. Por sfida nuk përfundonte këtu. Për të fituar, Alba duhej të mbante ritmin e saj dhe të mos binte prej presionit psikologjik. Konkurrentët tentonin ta shqetësonin, duke krijuar zhurmë, duke e nxitur në gabime. Ajo mbajti kokën e ftohtë, duke përdorur gjithçka që kishte mësuar për kontrollin emocional. Çdo karkalec që lëvizte në vendin e duhur ishte një triumf i vogël, dhe secili e afronte më shumë te fitoria. Në këtë lojë, aftësia e përdorimit të gojës nuk ishte as pak triviale. Duhej koordinim i jashtëzakonshëm i syve, buzëve dhe frymëmarrjes, një disiplinë që mund të duket e thjeshtë, por që kërkonte qindra teste të brendshme para se të funksiononte. Shpejtësia nuk ishte vetëm në veprim, por edhe në mendim. Çdo lëvizje e Albës ishte e parapërgatitur në mendje, një kombinim intuitiv i refleksit dhe logjikës strategjike. Pasi kaloi disa runde dhe konkurrentët filluan të humbnin durimin, Alba u shkëlqye më shumë. Ajo nuk u ndikua nga gabimet e të tjerëve, nuk u friksua nga presioni publik. Përkundrazi, ajo i përdori ato si motivim për të shpejtuar ritmin dhe për të mbajtur fokusin. Çdo karkalec që hynte në enën e duhur bëhej simbol i një fitoreje të vogël, dhe së bashku këto fitore të vogla u bën rruga drejt triumf. Në një ambient ku nervat janë gjithmonë të tendosura dhe ku çdo fjalë duket sikur kërkon të bëhet titull, mjafton një gjest i vogël për ta ndezur zjarrin. Atë ditë Alba u shfaq ndryshe nga herët e tjera. Mori një shkop në dorë, jo si armë të vërtetë, por si simbol sfide, dhe me një buzëqeshje të hidhur tha: "Është koha për aksion. Kujt t'i bie e para? Ta nis nga vajzat apo nga djemb? Më mirë nga djemb." Në atë fjali kishte ironi, revolt, lodhje nga hipokrizia e grumbulluar. Ajo nuk po kërkonte dhunë fizike, po kërkonte përballje. Shkopi ishte metafora e guximit për t'i thënë gjërat troç, pa frikë nga pasojat. E para në radhë ishte labinoti. Mes tyre kishte mbetur një plagë e vjetër fjalësh të pathëna. Alba i u afrua dhe me zë të fortë i tha: "Ti je ai që ke lënë fëmijët rrugëve të botës dhe sot vjen këtu të na shesësh moral." Fjalët ranë si gur. Labinoti u shtang. Në sytë e tij u përzien zemërimi dhe faji. Ai u përpoq të mbrojë, duke thënë se jeta nuk është bardhë dhe zi, se çdo njeri ka historinë e vet, por Alba nuk po kërkonte shpjegime, ajo po kërkonte përgjegjësi. Pas tij radha i erdhi Klodit. Përplasja me të ishte edhe më e ashpër, sepse mes tyre ekzistonte një histori më e gjatë mosbesimi. "Ti përdor fëmijët, përdor ndjenjat, përdor këdo vetëm për të shkuar në finale," i tha ajo. "Për ty njerëzit janë shkallë, jo zemra." Klodi u përpoq ta kthente bisedën në shaka, por nuk ja doli. Në zërin e Albës kishte një vendosmëri që nuk lejonte lojë.
Ajo po I vinte përballë me pasqyrën e veprimeve të tyre. Shtëpia u nda në dy kampe. Disa e pan Albën si tepër agresive, si dikë që po kalon të kufi. Të tjerë e pan si të vetmen që guxonte të thoshte atë që shumë e mendonin në heshtje. Në të vërtet, ajo po shprehte lodhjen nga një realitet ku ndjenjat shpesh kthehen në monedhë këmbimi. Fjalët për fëmijët ishin pika më e ndjeshme. Ato prekën diçka të shenjtë. Por Alba besonte se pikërisht pas kësaj shenjtërie fshieshin manipulimet më të mëdha. Kur dikush e përdor figurën e familjes për të fituar simpati, ai luan me emocionet më të pastra të publikut. Labinoti u përpoq t'i tregonte se askush nuk ka të drejtë të gjykojë prindërimin e tjetrit. Ai foli për sakrificat, për largësinë, për zgjedhjet e vështira të emigrimit. Por Alba nuk po fliste për rrethana, ajo po fliste për përgjegjësi morale. Për dallimin mes atij që lufton për fëmijët dhe atij që I përmend vetëm kur I duhen si mburoj. Me Klodin përplasja mori tjetër ngjyrë. Aty nuk ishte vetëm tema e fëmijëve, por e gjithë mënyra e tij e lojës. Alba I numëroi një nga një, puthjet e dhëna për inat, afrimet e llogaritura, dramat e krijuara për prime. Ti nuk dashuron askën, I tha, ti dashuron idenë për të fituar. Klodi u ndjej I zhveshur para të gjithëve. Ai I akuzoi Albën se po kërkonte protagonizëm, se po luante rolin e gjykatëses. Por ajo Iu përgjigj se nuk po gjykonte, por reagonte ndaj asaj që shitet çdo ditë. Në thelb, ajo sken tregoi përplasjen mes dy botëve, botës së imazhit dhe b. Loja e ndjenjave mes krenarisë, xhelozisë dhe nevojës për t'u dukur. Marrëdhëniet njerëzore janë një labirint I ndërlikuar emocionesh, ku shpesh njeriu humbet rrugën mes asaj që ndjen vërtet dhe asaj që dëshiron të duket para të tjerëve. Historia mes Klodit, Benitës dhe Elionës është shembull tipik I kohës sonë, ku ndjenjat përzihen me egon, ku dashuria kthehet në skenë dhe ku veprimet bëhen më shumë për reagimin e publikut sesa për zërin e zemrës. Ajo që në fillim duket si një marrëdhënie e thjeshtë mes dy njerëzve, shndërrohet gradualisht në një trekëndësh emocionesh të papërmbajtura. Klodi dhe Benita nuk u përplasën brenda një dite. Mes tyre ishte krijuar prej kohësh një tension I heshtur. Në pamje të parë ata dukeshin të afërt, por poshtë asaj afërsie fshieshin dyshime të mëdha. Klodi e shite Benitën si një vajzë që luante me të, që herë afrohej e herë largohej, sikur donte ta mbante gjithmonë në pasiguri. Benita, nga ana tjetër, e shite Klodin si njëri që ndërtonte një figurë për kamerat, që dinte të fliste bukur, por jo të ndjente thellë. Këto perceptime, të drejta apo jo, u bën muret që I ndan. Debati I madh mes tyre ishte vetëm shpërthimi I asaj që ishte grumbulluar. Fjalët dolën të ashpra, pa filtra. Klodi I tha se ajo nuk di të jetë e vërtetë, Benita Iu përgjigj se ai është fallto dhe se di vetëm të bëjë lojën e çifteve. Në atë moment nuk fliste më arsyeja, por krenaria e lënduar. Secili kërkonte ta fitonte betejën me fjalë, pa kuptuar se po humbnin diçka më të rëndësishme, mundësinë për t'u kuptuar. Njeriu kur ndihet I sulmuar, instinktivisht kërkon të mbrohet. Por mënyra si mbrohemi tregon kush jemi. Benita zgjodhi provokimin. Ajo e dinte dobësinë e Klodit dhe vendosi ta prek pikërisht aty. Puthja ndaj Elionës nuk ishte thjesht një gjest, ishte deklaratë lufte. Me atë veprim ajo kërkoi t'i tregonte Klodit se nuk e kishte nën kontroll, se mund ta lëndonte po aq sa ai e kishte lënduar me fjalë. Por ajo nuk e mendoi pasojën. Nuk mendoj se duke përdorur një njeri tjetër si mjet hakmarrjeje, po e kthente dashurinë në lojë të rrezikshme. Eliona u bë papritur personazh kryesor në një histori që nuk e kishte zgjedhur vetë. Heshtja e saj, hutimi I saj, tregonte se po përdorej si pasqyrë e inateve të tjerëve. Reagimi I Klodit ishte po aq emocional. Nga inati ndaj Benitës, ai shkoi dhe puthi po Elionën. Në atë sekond u thye çdo kuptim I pastër I puthjes. Ajo nuk ishte më shprehje ndjenje, por mjet për të kthyer goditjen. Klodi deshi t'i tregonte Benitës se edhe ai mund të luante të njëjtën lojë, se nuk ishte I dobët, se nuk do të dilte I humbur. Por ai ishte vërtet fitore? Në thelb, të dy u bën skllëvër të egos së tyre. Veprimet e tyre nuk udhëhiqeshin më nga ajo që ndjenin, por nga ajo që donin t'i provonin njëri tjetrit. Dashuria, nëse kishte ekzistuar ndonjëherë, u mbulua nga tymi I xhelozisë. Kjo histori tregon një të vërtetë të madhe për shoqërinë tonë. Shpesh njerëzit nuk dashurojnë për të ndërtuar, por për të fituar.
Dashuria shuhet në heshtje. Ishte një nga ato mbrëmje kur shtëpia dukej më e madhe se zakonisht. Dritat ishin zbehur, banorët rrinin të shpërndarë nëpër qoshe, secili i humbur në mendimet e veta. Produksioni vendosi muzikë në sfond dhe papritur u dëgjua kënga Dashuria shuhet në heshtje. Zëri i butë i këngës u përhap nëpër sallon si mjegull. Askush nuk foli. Disa ulën kokën, disa mbyllën sytë. Për Benitën ajo melodi nuk ishte thjesht këngë, ishte kujtim. Ajo po rrinte në divan me një filxhan çaji në dorë. Në vargjet e para buzët filluan t'i dridheshin. Në refren lotët i rëshitën pa e pyetur. Lotët që s'mbaheshin dot. Benita u përpoq t'i fshite, ktheu fytyrën nga dritarja, por kamerat nuk gënjeheshin. Supet i lëviznin lehtë nga të qarat e heshtura. Ajo këngë i kishte hapur një derë të vjetër brenda shpirtit. Mos qaj, i tha Mira me zë të ulët. Por Benita vetëm tundi kokën. Ka gjëra që nuk ndalen, pëshpëriti. Alba e pa nga larg. E njohu atë lloj dhimbjeje, jo spektakël, por plagë e vërtet. Afrimi i Albës. Alba u ngrit ngadalë dhe u ul pranë saj pa bërë zhurmë. Nuk i tha asgjë në fillim, vetëm i vuri dorën mbi shpinë. Ndonjëherë ngushëllimi nuk ka nevojë për fjali. Benita shpërtheu më fort. Po më mbyt kjo këngë, tha mes lotësh. Më kujton gjithçka që kam humbur. Alba e përqafoi. Fatin tënd, Benita, s'ta merr kush, i tha me zë të butë. As kujtimet, as dhimbjet, as gabimet. Janë të tuat dhe prej tyre do bëhesh më e fortë. Ato fjalë u ngulitën si dritë në mes të errësirës. Kujtimet e Benitës. Ajo filloi të flasë, sikur kënga t'ia kishte zgjidhur gjuhën. Unë kam dashur dikë që s'diti me më dash mbrapsht, tregoi. Gjithmonë kam menduar se dashuria duhet të bërtas. Por më e keqja është kur shuhet pa zë si kjo këngë. Alba e dëgjonte pa e ndërprerë. Edhe unë e kam mësuar vonë, i tha. Që disa njerëz ikin jo se s'na duan, por se nuk din të qëndrojnë. Shtëpia hesht. Banorët e tjerë i shikonin në qetësi. Për herë të pa. Nuk kishte thashe theme, as batuta. Vetëm dy gra që po ndanin një të vërtet njerëzore para gjithë vendit. Toni uli zërin e televizorit. Arbeni u largua pa bërë zhurmë. Ajo sken nuk ishte lojë. Biseda e natës. Kur kënga mbaroi, Alba dhe Benita dolën në obor. Ajri i freskët i natës u lehtësoi frymëmarrjen. Ti je më e fortë se ç'e mendon, i tha Alba. E di pse? Sepse ende di të qash. Kush qan, ende di të doj. Benita buzëqeshi mes lotësh. Kam frikë se njerëzit do më shohin si të dobët. Jo, ja ktheu Alba, dobësi është të shtiresh. Rrëfimi para kamerave. Më vonë, në dhomën e rrëfimit, Benita foli. Këtu brenda harrojmë se jemi njerëz. Sot e kujtova. Ajo këngë më çoi te vetja që kam lënë jashtë. Alba nga ana tjetër tha. Nuk dua të fitoj vetëm lojën. Dua të fitoj njerëzit. Sonte e pash Benitën si motër. Lidhja mes dy grave. Pas asaj nate diçka ndryshoi mes tyre. Ato filluan të pinin kafen bashk, të flisnin për gjëra të vogla, për fëmijërinë, për nënat.